pavarësisht se duket që Irani nuk ka shtrire të madhe në rajon dhe në Kosovë, qëllimet nuk janë religjioze, janë krejtësisht politike. Kjo është një keq interpretim. Audienca cilën këta kanë targetu, kanë qenë kryesisht të rinjt, dërgohen edhe fletushka para zgjedhjeve mos votoni. Mbi një time, Irani është një prej shteteve që vazhdon me investu jashtëzakonisht në indoktrinimin ideologjik religjioz dhe manipulimin e mendjes së njerëzve dhe besimit të njerëzve, pavarësisht se duket që Irani nuk ka shtrire të madhe në rajon dhe në Kosovë, qëllimet nuk janë religjioze, janë krejtësisht politike dhe indoktrinimi religjios është vetëm instrument manipulimi. Dhe derisa arrin shoqëria e Kosovës ta kuptojë se nuk është aspekt religjios, por është krejtësisht politik, gjeostrategjik dhe qëllime tjera armiqësore ndaj rajonit dhe Kosovës, atëherë vetëm në atë moment do të ulet ky lloj indoktrinimi. Punoni në përzyret e juaja, do të keni frikë, do të merroheni, Narrativ kryesore ka qenë shpallja e kalifatit kur ka ndodhur, ka qenë një farë lloj besimi i këtij komuniteti të ngurë, domethënë të këtij grupi që do të zhvillohet, do të ketë shpresë për një kalifat, për një jetë më ndryshe edhe në brenda atyre rregullave, cilat ata mendojnë që janë të duhura, edhe mendoj që kjo ka qenë narrativa kryesore që ata kanë bazu që nuk duhet me votu. Anën tjetër, për shembull, e përmenda që nuk gjithmonë ka qenë edhe tendenca për shkak të, për shembull, nëse i marrim deklaratat e shumicës politikanëve ose asamblejistëve ose deputetëve, i kanë darketu, për shembull, ky deputet e ka mbështet komunitetin LGBT edhe për këtë mënyrë kjo parti politike nuk duhet me u votu. Edhe këto narrativa domethënë kanë qenë pjesë e grupeve të cilat kanë qenë të infiltruar në gryma ekstremiste që kanë pas bazë në religjion. Edhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore që gjithmonë i kanë gjetë pakënaqësi institucionale për me i shty përpara narrativat e tyre. Narrativ tjetër është mungesë mos votoni për njerëz të korruptuar, mos votoni për shtetin sekular, mos ju bindni ligjeve tjera pas ligjeve të Allahut. Edhe kjo është një keq interpretim për ne, edhe një narrativ që shumë është përdorur edhe në zgjedhjet e fundit vetëm nga grupet që janë të ndërlidhura me ISIS-in, por edhe grupe tjera ekstremiste religjioze, pra kanë përdorur edhe këtë në përgjithësi. Mirë po ashtu kanë përdorur edhe narrativa siç është Shami apo xhihadi, apo kanë përdorur edhe narrativa tjera si demokracia si forma më e keqe e qeverisë dhe që është armeke islamit në përgjithësi. Kohën kur e kam bërë ulëmtimin, kam pas influencë jashtëzakonisht madhe, sepse audienca cilën këta kanë targetu, kanë qenë kryesisht të rinjt, edhe narrativa që kanë qenë faqezin, kufar, qafira, do me thonë, këto janë terminologji të cilat njihen që në komunitetin ndoshta më të gjerë musliman, do me thonë janë fjalë më të rënda, e di që në Maqedoni, po ashtu në disa komuna shpesh herë dërgohen edhe fletushka para zgjedhjeve mos votoni se është haram ose diçka e tillë, që mendoj që është e gabuar, sepse ne duhet vazhdimisht të punojmë në kundër narrativa dhe t'i tregojmë komunitetit pse është e rëndësishme të votojë.